Elizabeth Going në Kosovë prej afro 20 vitësh njihet si një person pozitiv e afërt me njerëzit dhe pjesëmarrëse në shumë projekte që lidhen me humanizmin në vend. Në emisionin Med Plus ajo ka folur për rëndësinë e të folurit motivues dhe me qëllim që të gjithë njerëzit i shmangën negativitetit dhe të jenë sa më shumë pozitiv. Kënaqësia ime ka qenë me përcjell mesazheve njëri tjetrit, jo mesazheve prej meje, po më pas rast kryeministër për shembull, më shku edhe më taku me familjet që janë me nevojë ose që janë anashkaluar prej sistemit, edhe më ndëgju zërin e tyre në mënyrë që mund të ndryshohet politikët e qeverisë. Po në njëjtën kohë edhe për individët që janë prej komuniteteve të marginalizuar, më pas ato mundësit më ndëgju prej ti, ose në rastet e tjera kemi pas dukeshe Cornwall, që tash është mbretëreshe Camilla në Londër, në Angli, edhe ajo ka ardhur në vizit, edhe kjo ka qenë ndoshta një nga privilegjet më të mëdha të jetës sime, jo që unë jam taku me ta, që patjetër ka qenë një privilegj, po më pas mundësi për vullnetarët të organizatës sonë, të stafit, të përfituesit të projekteve tonë, më pas rast me përcjell tek mbretëreshe brengët e tyre, përvojat e tyre. Humanistja gjithashtu tha se teknologjia po ndryshon gjithçka e gjithsesi edhe mënyrën e jetesës, por përdorimi i saj në mënyrë të balancuar mund të shmangë dinamikën e shqetësimeve familjare. Kuptohet që teknologjia ka shndru gjithçka edhe besoj që të gjithë si individ duhemi vendos kufit për përdorimin e teknologjisë, sepse kjo po indikon edhe po pengon lidhjet tonë njerëzore. Pra, për shembull kur burri dhe unë ulemi për më hangër, nuk e kemi telefonet ofër. Din që me qenë na bashkë, duhemi me qenë bashkë na. Të qenurit negativ ndikon edhe në zhvillimin personal të individit, shtoi humanistja Going. Studimet tregojnë që njerëz që kanë më pak, zakonisht e vlerësojnë më shumë edhe kanë një kënaqësi në atë që kanë, ndërsa njerëz që kanë më shumë zakonisht donë edhe më shumë. Edhe po mendoj që këtë çështje për mindfulness, për vëmendje, për me shiju, e kam fjalë edhe për ushqim, tamam me shiju, po me shiju me çdo shqiz edhe çdo moment, është diçka që jepat kënaqësi jetës edhe jepat një pozitivitet. Pra, kur një njeri ndihet negativ për diçka, nuk mjafton me thënë hajde bëhu pozitiv, se edhe në kjo nuk është e mundshme. Po me thënë çfarë janë gjërat që mundesh me prek tash në këtë moment, çfarë është teksturën e tekstilit për cilën e ki, ose çfarë është erë tash që e ki në lëkurën tënd, ose çfarë mundesh me marrë me nuhat në këtë moment. Këto janë tekniket edhe kur njeri përballet me ankthin ose në një moment më të vështirë. Tutje ajo ndau edhe përvojën e saj për menaxhimin e ankthit në rrethana të caktuara. Unë personalisht kur jam në aeroplanet, ndonjëherë kam këto ndjenje të ankthit që janë të palogjikshme, nuk lidhet me janë pak si klaustrofobi, janë pak si për shkak që janë po, edhe shpesh unë përdor këto që okay, 3 gjëra që mundem me pa, 3 gjëra që mundem me ndigju, 3 gjëra që unë mundem me, edhe kjo është një farë qetësimi, sepse ti bëhesh më grounded, më në kontakt me botën reale. E diagnostikuar me kancerin e gjirit, humanistja nga Anglia Going foli edhe për disa gjëra që mësojnë nga jeta, pasi u diagnostikua me sëmundjen e kancerit. Prej krejt përvojës, menjëherë mes diagnozës, unë kam kuptu që jam ba shumë më shumë e vëmendshme ndaj jetës, edhe çfarë privilegj është me qenë gjallë, edhe me pas mundësi me ndëgju këto zëret, ose me pa këto pamje të bukura, ose me pas njerëz të dashur për rreth teje.
Historia e saj është dëshmi se edhe momentet më të vështira njeriu mund të gjejë forcë për të vazhduar përpara dhe për ta kthyer përvojën personale në një mesazh frymëzimi për të tjerët. Në fjalimet e saj motivuese, Elizabeth shpesh ndan mesazhe shprese dhe qëndrueshmërie përmes të rrëfimit personal. Ajo synon të thyej stigmat dhe të fuqizojë të tjerët që të mos ndihen të vetmuar në përballje me vështirësitë. A new career.